së vërtetës ngjan me atë virusin që gjen terrenin e duhur e më pas merr kohë të përhapet, duke shkaktuar tinës dhe në heshtje, infeksione të dhimbshme e të zgjatura. Ky lloj virusi politik dhe jo biologjik ka në shenjestër trurin tënd. Ai kërkon që ti të humbasësh besimin, të jetosh në frikë, në panik. Ai kërkon që ti të rrotullohesh brenda vorbullës së koduar me algoritme, ku nëse nuk është shumë vonë, të përdorësh antidotin e duhur, ke vetëm një zgjidhje: të zgjohesh. Në përfundim të luftës së dytë botërore u krijua Federata e Republikës Socialiste të Jugosllavisë. 6 vende ishin pjesë e saj: Serbia, Kroacia, Slovenia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia. Gjuha e këtyre vendeve ishte serbishtja. Shpërbërja e kësaj federate filloi në vitin 1991. Në 2008, Kosova shpall pavarësinë. Lufta në Ukrainë nisur në shkurt të vitit 2022, solli trazira të mëdha që prekën të gjithë botën e sigurisht edhe Ballkanin e trazuar në të gjitha kohërat. Then, with Russian attack helicopters and fighter jets homing in on the Ukrainian army, Vladimir Putin gave this warning for anyone trying to stand in his way. Угроза для нашей страны, для нашего народа. Whoever tries to interfere with us or threaten our country should know that Russia's response will be immediate and lead to such consequences that have never been experienced in history. Sepse ka ndërmend ta futin botën në një luftë botërore dhe në Shqipëri, përgatitet në Ballkan, përgatitet përplasja e botës serbe me botën shqiptare. Do fillojnë konflikte të ndryshme sociale me policinë e Kosovës në veri të Kosovës edhe do fillojë dhe këtu konflikti. Kjo është afatgjatë dhe në vitin 2025. Tashi në fillim shumë shpejt do të ndodhë goditja e Kinës me anë bërthamore. Pra 3 miliardë gjysmë do shkatrohen me armatim, deri në fund të vitit tjetër do mbyllen gjitha këto, gjithë luftat e tretë botërore. Po çfarë mendojnë të rinjt? A ka dezinformim të huaj në Shqipëri? A arrin ta identifikojnë, ta kuptojnë atë? A ndikohen nga teoritë konspirative apo s'duan t'ia dinë për to? Ne kemi pyetur disa prej tyre dhe ja se çfarë na thanë ata. Shpeshherë edhe i marr të vërteta. Në fakt, personalisht nuk është se i besoj shumë. Mediat kanë luajtur një rol të rëndësishëm. Edhe unë personalisht i kam besuar ndonjëherë këto lloj lajmesh, bile s'kam pasur edhe frikë në vetvete. I besoj ndoshta. Këtu jam skeptik, nuk i besoj shumë. Tek mua personalisht ka lindur pak kjo frika që në vazhdim, realisht që mund plasin një luftë. Fillova edhe të stresohem, dhe që mund na prek edhe ne, Shqipërinë ose Kosovën. Një lajm që Serbia do sulmoj Kosovën dhe kjo është domethënë e frikshme. Më shumë besoj pjesën e frikës që ne kemi që do bashkëngjitemi në këtë luftë dhe është ajo më shumë që më mban që ta besoj apo ta dëgjoj më shumë si lajm. Efektin e bëjnë, frikën e japin, por që nuk besoj se do t'jenë edhe aq reale si lufta. Nuk mendoj se do të ndodhin, thjesht jam më shumë për presion. Po, mendoj se i besoj. Fakti që ato shfaqen shumë në media, sidomos në vendin tonë. Vetë mund t'i besoj disa teori, por jo gjithçka që mund të dalë, sidomos nga persona që nuk i shoh shumë të kualifikuar te kjo pjesë. Nuk i besoj fare teorive konspirative. Sidomos ato të Alfred Takos që tha që ma tha UFO-t apo këto teoritë që bota është e sheshtë dhe jo rumbullakët. Do isha 50-50. E shoh si person që përpiqesh që të përhapi më shumë
më shumë frikë se sa diçka të besueshme. Mendoj që më shumë i besojnë këto pjesa mosha adoleshente ose mosha që është më e vogël. Vetë edhe tek brezim nuk është se mendoj se i besojmë atij personi, por që mund ta shikoj pak si të rrezikshëm tek persona që mund të jenë pak më të rritur se unë, pra te brezi i prindërve të mi ose diku aty që mund ta marrin informacionin për të mirë qenë. Japim një titull buj, në ato që marrin më shumë klikime, më shumë shikueshmëri. Si fillim është gjithmonë titulli që të tërheq, vën një titull që duket si vërtet, e lexoj thjesht si titull se çfarë ndodhi, por nuk kam tendencën që ta hap dhe linkun për të lexuar dhe më poshtë. Bazohem vetëm tek titulli, ndërkohë që titulli mund të jetë komplet. Fake. Shikon që është komplet jashtë kontekstit dhe impakti parë bie direkt poshtë, domethënë është komplet në temi jashtë teme. Clickbaitin e shoh si të rrezikshëm, sidomos tek moshatarët e mi brezin, të cilët nuk e kanë atë përqendrimin e dur për të lexuar lajmet dhe artikujt e gjatë deri në fund. Kështu që mjaftohen vetëm me atë titullin që mund të jetë tërheqës dhe e marrin atë për të mirë qenë. Kështu që e shoh si diçka me rrezik, diçka disinformuese. Inteligjenca artificiale normalisht sa vjen dhe zhvillohet dhe së fundmi kam parë normalisht në rrjetet sociale dhe në media, kam parë shumë video të cilat janë modifikuar dhe janë fake, domethënë janë falso. Ka qarkulluar edhe një video e Zelenskit që ishte AI, por që nuk dalloi fare, duhet ishte komplet shumë i vëmendshëm që ta dallojë që është AI, sepse tani kanë filluar të imitojnë edhe gestikulacionet, mimikat e fytyrës. I shoh të përhapura, i shoh me rrezikshmëri, sepse ka njerëz ndoshta thjesht nuk e kuptojnë që janë të rreme, por i marrin si të mirëqenia dhe këto nxisin më vonë problematika. Nuk janë aq lehta që të dallohen. Duke mos qenë shumë i informuar rreth lajmeve, medias, shkakton edhe këto që njerëzit besojnë gjithçka që shohin edhe është e frikshme realisht. Vija e kuqe është shkelur. Në 24 shkurt të vitit 2026 bëhen 4 vite nga agresioni rus në Ukrainë. Kremlini i njohur për propagandën e tij të hekurt me moton "Mos lini lajm të hyj, mos lini lajm të dal", ka kaluar në një nivel të ri fal zhvillimit teknologjik. Duke mos u kursyer në investime si në teknologji, por edhe në njerëz, Kremlini synon të kontrollojë hapësirat mediatike tradicionale dhe digjitale. Ballkani Perëndimor është një nga zonat ku propaganda ruse përhapet lehtësisht, duke shfrytzuar dobësitë dhe polarizimin në rajon. Nëse do të flasim për propagandën e krahut të majt, na duhet të pranojmë pa asnjë mëdyshje që është jashtëzakonisht e fortë. Pjesa dërmuese e saj që thonë është e gënjeshtër, do të thotë është diçka e paralizueshme, ose është diçka që e kanë arritur të identifikojnë atë çka njeriu dëshiron ta besojë, që nesër do të jetë më mirë. Janë luftra që nuk kanë as fillim, as fund, nuk shpallen dhe nuk përfundojnë. Dhe format të kësaj lufte hibride janë aty spionazhi, janë propaganda, sabotimi dhe dezinformimi. Normalisht kanë struktura shumë të organizuara, shumë të teknologjizuara. Ndërhyn në çdo telefon, në çdo pajisje elektronike. Mund të ndodhi që edhe në një ekran televizori, në shtëpi duke parti, ai mund të ndërhyjë edhe të japi një imazh që ty të bën efektin pozitiv, efektin negativ, ose një tërheqje ndaj diçkaje që nuk është e mirë. E bëjnë në mënyrë, më thënë, sistematike, pa pushim, nuk është se nuk e bëjnë dhe pjesa tjetër, të kuptohemi, por nuk e ka të komanduar. Këtu është diferenca. Natyrisht ka struktura inteligjencës ruse, si FSB për shembull apo GRU, e shpinu shtarak, të cilat vijojnë punën e nisur dikur nga KGB-ja. Sipas burimeve të inteligjencës, mendohet që ishin rreth 300 agent rus brenda territorit të Serbisë pas luftës në Ukrainë, folën për Malinezi, ku natyrisht ka një aktivitet të shtuar edhe nëpërmjet formave të ndryshme si sipërmarrje biznesi, kushdo që ka qenë budvarshe, farëqjar, investimet në imobiliare, folën për Republika Srpska, që është pjesë integrale e Bosnjës Hercegovinës. Po t'i futemi pak më thellë dhe të gërmojmë del që lidhjet e Republikës Srpska të Bosnjës Hercegovinës me Rusinë janë akoma më të forta, flasim për lidhjet financiare të tyre të tjerë, sesa me Beogradin vetë, ku shpesh janë shfaqur dhe konkurrues.
E njëjta gjë mund të thuhet për ndërhyrjet në Maltëzi, ku aty kemi 2-3 subjekte politike të cilat janë të themi filoruse, haptazi. Kemi të dhëna të tjera në Kosovë, në pjesën e veriut të Kosovës, për operacionet të grupit Wagner para disa vitesh. Kemi pasur akuza për partinë Le Penit në Francë, që kishte $20 milion financim. Duhet parë fluksi parave të pista. Pra, nuk mjafton fakti që Shqipëria ka dalë në amanival, ku të gjithë raportet ndërkombëtare, qoftë ato në media prestigjioze si The Guardian, tregojnë që janë 1.6, 1.7, 1.8 miliardë euro të pastruara vetëm në Tiranë, kryesisht përmes sektorit immobiliar. Pra, duhet gjetur nga vijnë këto para, natyrisht pjesa më e madhe mund vinë nga trafiqet e drogës e tjera, dhe mund të jenë prodhim bio-shqiptar, por natyrisht po të shikojnë pak më thellë gjërat, në Amerikën Latine kemi bashkëveprim gjithmonë më të madh të grupeve pan-ballkanike dhe atyre të mafjës ruse, kështu që mund të shihet nëse ka elemente të tillë, të cilët synojnë pastrimin e produkteve penale përmes sektorit imobiliar në veçanti në Shqipëri, edhe këtu ky në lloj shërbime. Spionazhi, sulmet kibernetike, propaganda, presioni ekonomik, dizinformimi janë disa nga mjetet kryesore të luftës hibride, e cila përhapet shumë shpejt në shoqëri ku besimi është i ulët. Gjë kryesore që duhet bëjnë institucionet është të forcojnë sigurinë kibernetike. Siguria kibernetike është elementi kryesor, do me të ndërë është në gjithë strategjitë e NATO-s pas viteve 90, me të si një nga elementet kryesor të mbrojtjeve nga rreziqet e jashtme. Tani si vend antar i NATO-s ne jemi totalisht të pambrojtur në atë sektor ku gjithë të dhënat tona të shqiptarëve janë tashmë publike dhe falë edhe hakerave iranian, të cilët natyrisht kanë sulmuar Shqipërinë dhe kanë gjetur të pambrojtur më shumë se çdo vend tjetër në planet. Shoqëria shqiptare është ndër më të polarizuarat në rajon. Këtë demonstron qoftë numri i lartë i partive politike, qoftë debati jashtëparlamentar, qoftë bojkoti parlamentar, qoftë elemente të tjera të sjelljes politike që ne kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve. Mendoj që është një terren fertil për të përdorur natyrisht nga faktorët të huaj. Rusia nuk ka nisur vetëm luftën me armatime, po edhe përmes lajmeve të rreme, viruseve kompjuterike dhe manipulimit online. Rusët çfarë bëjnë, mendoj unë, përmes bombardimit të rrjeteve me informacione. Pavarësisht se ne nuk jemi të identifikuar kur përdorim një X platform, por në gjurmët tona si përdorues ekzistojnë aty. Dhe në momentin që ti kërkon një informacion, ty të vinë 10 informacionet lidhura me atë informacion që ti ke kërkuar. Po vazhdove ta kërkosh, vinë 100, vinë 200. Tashmë nuk janë në rusë që ta sjellin informacionin, por algoritmet ja dërgojnë përdoruesit. Natyrisht dezinformimi është një problem në një vend si Shqipëria me 670 televizione, një vend që ka një shumëllojshmëri të përditshme, është një vend që ka mbi 1200 portale. Sa më i fragmentarizuar të jetë spektri, natyrisht që duket si një dëshmi pluralizmi politik dhe mediatik, por nga ana tjetër fshe rrezikun e penetrimit të kollajt të dezinformimit dhe lajmeve të rreme, natyrisht me doza populizmi, dhe që natyrisht nuk i shërben as funksionimit të institucioneve, nuk i shërben as shëndosjes demokracisë. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Rusia ka forcuar luftën hibride duke përdorur kanalet e saj në Ballkanin Perëndimor për të përhapur narrativa që kërkojnë të dobësojnë besimin tek Bashkimi Evropian, por edhe tek NATO. Një valë dezinformimi që vjen nga Rusia, krijohet nga vetë pushteti, përhapet përmes mediave të kontrolluara nga qeveria atje dhe më pas vjen në Ballkanin Perëndimor, kryesisht në Serbi. Dhe ato më pas përkthehen në gjuhë huaja dhe vinë edhe në Shqipëri, zakonisht përmes Kosovës. 4 vitet e luftës në Ukrainë kanë krijuar skenare dhe histori nga më të ndryshmet për rolin e NATO-s, për 3 vendet që janë anëtare të Ballkanit, siç është Shqipëria, Maqedonia e Veriut apo edhe Malizi, që ndodh me 3 vendet që nuk janë anëtare të kësaj aleance ushtarake.
janë vendosur tituj bombastik sikur NATO është në luftë me Rusin për shkak të asaj çfarë po ndodh me Ukrainën, me vendet që janë jashtë aleancës, a i mbron apo nuk i mbron kjo aleancë ushtarake ku vetëm 3 vende të rajonit ton janë anëtare dhe vijon edhe sot e kësaj dite kur konflikti në Ukrainë është ende në pikpyetje dhe nuk dihet se si do të vijë zgjidhja, të ketë abuzime me titujt për rolin e NATO-s, sidomos sa i takon Kosovës apo edhe Bosnjë-Hercegovinës. Lufta në Ukrainë ka treguar se Shqipëria nuk është imune ndaj propagandës ruse. Portale dhe faqe të ndryshme publikojnë rregullisht dezinformimin rus, ndërsa media të tjera përhapin propagandën ruse duke raportuar deklarata të politikanëve dhe mediave ruse pa dhënë kontekst ose pa i hedhur poshtë pretendimet. Mundohen të portretizojnë Perëndimin jo më si ajo që ka qenë dikur, jo më si një superfuqi, jo si mbrojtëse, por si sulmuese. Një prej tyre që është edhe tema më e përdorur nga shteti rus është ajo e Shqipërisë Madhe. Është përmendur edhe në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara nga zyrtarët e lartë të rus, dhe këto janë gjithmonë tentativa për të përhapur narrativa për të krijuar zhurmë më shumë dhe bien zakonisht në ato narrativa që e bëjnë Rusinë që ta vendosi veten si viktima. Këto narrativa ndikojnë opinionin publik, si dhe tentojnë të ulin besimin ndaj proceseve demokratike, si dhe ndaj Bashkimit Evropian, por edhe NATO-s. Është e pamendueshme që Shqipëria mund të sulmuhet ushtarakisht nga Serbia, domethënë sepse kjo natyrisht do vinte ingranazhe të tjerë në punë, të themi kufit e Shqipërisë në një farë mënyrë janë totalisht të mbrojtur nga fakti të qenurit vëndantari NATO-s. Është Kosova po ka qenë mbrojtur sa Shqipëria dhe natyrisht kjo prek pjesën shqiptare në Kosovë. Natyrisht nuk mund të themi që ka të njëjtën siguri, por përsëri vend kufitar me vende anëtare të NATO-s si Maqedoni Veriut, si Shqipëria, si Malizi, shanset që Serbia të ndërhyjë ushtarakisht dhe të gjejë një zgjidhje ushtarake për Kosovën janë jashtëzakonisht minimale. Aq më tepër që Serbia vetë është vend kandidat për Bashkimin Evropian. Rusia përmes propagandës së saj ka tentuar të prezantohet si fuqia e mirë, ndërsa Perëndimi dhe NATO si fuqia e keqe. Në këtë kontekst, një nga narrativat që ajo ka shfrytzuar është se pushtimi i Ukrainës erdhi si shkak për shpëtimin e ukrainasve që flasin rusisht nga neonazistët. Rusia e ka përdorur historinë e saj të luftës së dytë botërore për ta paraqitur pushtimin e Ukrainës si një akt lirie nga nazistët. Ukrainasit i pritën në fillim mirë, por gjermanët nuk u sollën mirë, u sollën vend i pushtuar, nuk i konsideruan aleat. Dhe atëherë ukrainasit u kthyen dhe ata dhe luftuan. Historia duhet njohur. Propaganda e tyre vazhdoi, historia e pyllit të Katinit u mor vesh shumë vonë. Kur zbuluan arkivat e ushtrisë gjermane, u hapën dhe rezultoi që filmimet e tyre ata i kishin gjetur kur kanë hyrë në atë territor, do të thotë, ndahet në dysh Polonia. Tashi, ushtria polake, rezervist dhe të karrierës, kalon në territorin andej sepse tërhiqet. Në momenti që tërhiqet, sulmohet nga tjetri. U kapën rob 30 e sa mijë ushtarak, polakët kanë luftuar, po thënë janë jashtëzakonisht trima, kanë qenë gjithmonë midis dy zjarreve. Polakët qenë të fortë. Por hyrja ushtrisë sovjetike, vrasja e tyre dhe hyrja më vonë, imponon pastaj një vullnet që ata si popull nuk e kishin dashur. Vullnetin për të bërë një qeveri siç mendonte Moska zyrtare. Qeveria në mërgim, mbreti e gjithë, ata kishin qenë bashkëpunëtor për të luftuar nazizmin dhe fashizmin. Por ata nuk e morën dot. Kështu që propaganda e tyre e mbuloi këtë. U zbulua që ishin vrarë për tyre. Kanë ngjarje që janë megjithmonë të dhimbshme kur i kujton, por duhet të menduar që ata kanë punuar vazhdimisht për të nxjerrë që ne jemi dhe ne duhet të jemi të parët. Nëse brezat, po themi brezat e tjerë, kemi kontekstin e luftave, kemi kontekstin e marrëdhënieve historike mes Rusisë dhe pjesës tjetër të Europës. Ne kemi gjithë të kontekst dhe dim të orientohemi, kurse të rinj nuk e kanë të kontekst historik, kanë shumë pak informacion historik.
dhe mendoj që më shumë t'i prek të rinë. Se i takon të rinjve pastaj të cilët navigojnë gjatë gjithë ditës së tyre në celular apo në internet dhe në rrjetet sociale, mund të klikojnë, mund të shpërndajnë tituj me luftë, me shpërthime, me tërmete politike apo edhe situata që edhe nuk i kuptojnë, sepse nuk e njohin as historinë, nuk e njohin as terrenën dhe nuk e njohin as realitetin, dhe thjesht ata kontribojnë me shpërndarje, me pëlqime apo edhe me komente vend e pa vend në narrativat e reme dhe në lajmet që përhapin dezinformimin në Shqipëri. Të rinjt shpeshherë bëhen mosbesues ndaj mediave. Një nga problemet më të mëdha të dezinformimit është pikërisht kjo, krijimi i mungesës së besimit, jo vetëm në institucione apo në procese demokratike, por edhe në media. Dhe kur ne krijojmë një shoqëri e cila nuk ka më burime informimi të cilave u beson, ata janë të prirur që ose të mos besojnë asgjë ose të besojnë të gjitha. I bën të rinjt më apatik, i bën më konfuz, i bën më depresiv dhe më pak të përgjegjshëm për fatin e tyre, por edhe për fatin e shoqërive. Dhe ky është problemi më i madh. Lexova diku që në Finland ka filluar fëmijëve në shkollë që në fillore të mësojnë ç'është lajmi i vërtet dhe ç'është lajmi i rrem. Edukimi mediatik ka të bëjë shumë në mënyrën se si ne qasemi ndaj këtyre publikimeve. Në shkollë, jo, nuk kam bërë asnjëherë. Jo. As në gjimnaz, as këtu në universitet, më thënë nuk është i kushtuar shumë rëndësi. Asnjëherë nuk e kam bërë si lëndë. Vetë personalisht nuk mendoj se kam marrë edukimi mediatik ashtu siç duhet, pra mund të di 2-3 gjëra, por mendoj se është një mungesë e madhe në përgjithësi tek të gjithë individët si shoqëri. Mendoj se është shumë e rëndësishme që ta marrim këtë lloj edukimi, pasi duke qenë se media është një fuqi shumë e madhe, sidomos në informimin e njerëzve, është ajo nevoja që të dish ti dallosh se kush është e vërtetë dhe kush është e rreme. Pra është nevoja për edukim. Ka një bindarse shumë të hollë mes lirisë shprehjes dhe dezinformimit. Dhe kjo gjë është një debat kryesor në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Vendet e Bashkimit Evropian, natyrisht duhet jetë edhe në Shqipëri. Rrjetet sociale janë pushteti i 5, i cili kontrollon pushtetin e 4. Si e kontrollon me tërë defektet e veta? Media jo vetëm që jep fakte, por edhe i kontekstualizon faktet në mënyrë që faktet jenë të kuptueshme. Dhe ky kontekstualizim, nëse është i gabuar, normalisht i bën fakte që pastaj keq kuptohen dhe thonë krejt të kundërt në asaj çfarë vetë fakti thotë në të vërtetë, në realitet. Kjo shpesh herë ndihmohet nga ajo që neve në faktoj e quajmë gazetaria e keqe, që do të thotë shpesh herë vetëm me qëllimin për të marrë klikime, me qëllimin për të shpërndar tituj sensacional, për të krijuar sa më shumë shikueshmëri për qoftë media online apo media tradicionale. Më i rrezikshëm është dezinformimi që vjen nga mediat profesionale, sepse paraqitet si një e vërtetë institucionale, si e vërtetë e politikës, si e vërtetë e kuruar më së miri, dhe aftësinë për të ushtruar presion mbi njerëzit e ka më të madhe se sa rrjetet sociale, të cilat dihet se janë të fragmentuara. Dhe në rrjetet sociale është dhe helmisht dhe antidota. Pse? Sepse në rrjetet sociale është një më tepër një kaos informimi, ku ti del pa marrë vesh gjë, sepse faktet janë krejtësisht flu, më shumë ka opinione, më shumë ka gjuhë, urrëtie dhe kundërshtimi. Fatkeqësisht mediat tradicionale në Shqipëri nuk është se kanë gazetar të specializuar apo ekipe që të merren me verifikimin e fakteve. Është ajo gara e lajmeve, ka redaksi të caktuara që për minuta të caktuara duhet të hedhin një numër lajmesh dhe ti kur ke një normë të hedhjes së lajmit, askush nuk ka mundësi ta verifikojë atë dhe titujt me luftë për Ukrainën, me luftë për Gazën, apo edhe me luftën imagjinare mes Kosovës edhe Serbisë, që të paktën që në rasti i incidentit të madh të Banjskës, mediat shqiptare kanë qenë të mbushura me tituj lajmesh se kur dhe do të ndodhi lufta mes Kosovës dhe Serbisë. Sa herë që tensionet përshkallëzohen në veri të Kosovës ose përpjekjet për dialog ngecin,
Mediat shqiptare raportojnë frikë për një luftë të re duke ngritur pretendime mbi ushtrinë serbe në kufi. Frikrat ushqen më tej nga deklaratat e politikanëve që ndezin zjarrin në një lufte të mundshme, të cilat mediat shqiptare i ripublikojnë pa konfirmim ose pa kontekst. Nëse në Europë ka një studim, në Shqipëri ne nuk kemi një studim të mirëfillt se sa ka ndikuar dezinformimi, por krahasuar me një lajm që dezinformon dhe krijon narrativa të reme, në Europë shpejtësia është 6 herë më e madhe se një lajm i të vërtetë. Në Shqipëri besoj nga shumica e mediave të paregulluara online shpejtësia mund të jetë edhe më e madhe. Ngjarjet e vitit 1997, historia e piramidave kur tërë media dezinformonte, kishin bënë me një mekanizëm financiar i cili do sillte pasurimin, do sillte mirëqendjen, do sillte akumulimin e kapitalit, se kapitalizmi kështu ishte, se ato ishin banka, se parat ishin të sigurta. Ishte i gjitha një disinformim, njerëz jetojnë në ëndër dhe pastaj kur ajo, si thuash, klashi, goditja ndodh, krijon probleme të psikologjisë sociale shumë të rënda që mund të përkthehen pastaj në ngjarje shumë të dhimbshme. Faktoje si pjesë e rrjetit të organizatave kundër dezinformimit në Ballkan ka monitoruar dhe ka verifikuar mbi 300 narrativa. Nuk e di a ka media të cilat paguhen, ose a ka gazetarë që paguhen, sepse kjo pasaj do ishte të shkonim te teoritë e konspiracionit, që unë për cilët jam shumë kritik dhe hezitues. Por, duke parë narrativën, për konfliktin në Rusi-Ukrainë, unë shikoj që ka një punë të organizuar që individ caktuar, grupe caktuara i bën që t'jenë të zëshëm në sferën publike në Shqipëri. Në Shqipëri mendohet se janë më shumë se 900 portale apo blogje dhe mbi 50 televizione. Për shkak të klimës të polarizuar në media dhe në politik, njerëzit kanë humbur besimin. Por dëmji edhe pse i ngadalt është i madh. Brezi i ri nis të besoj teoritë e komplotit dhe nuk arrin të ndajë më çfarë është e vërtet ose jo. Që kur themi media, me tërë atë, si thua, shërbimet që i sjell shoqërisë, ka rrezikun pikërisht në ekzistencën e vet, në qendrin e vet, sepse krijon midis audiencës dhe ngjarjes apo realitetit të madh një ndërmjetës. Dhe ky ndërmjetës është ka fuqi, siç thot McLuhani, që e mpin mendjen e audiencës. Këtu është një rrezik i madh dhe kjo është një përgjegjësi e madhe qytetare e medias dhe e gazetarit. Dezinformimi e bën qytetarin të jetojë në ëndër, se nuk ka aftësinë korrigjuese, nuk ka aftësinë që hap pas hapi të reflektojë, nuk ka mundësi të vetë kritikohet, nuk ka mundësi, si thua, të pozicionohet ndryshe, nuk ka mundësi që në rrugësi për faktet e dhimbshme t'i shofi, është si një njeri i verbër, i shkreti, i cili pas një orientim ku shkon me kokë të muri, se është në ëndër, është një ëndër e madhe dhe sa më shumë të jetoj në ëndër, aq më e madhe pastaj është gënjimi nga realiteti. Dhe ne na ka ndodhur shpesh herë thonë. Dikush mund të thotë kujt i duhet verifikimi këtyre narrativave dhe pse ka kaq rëndësi për ne kur nuk jemi një vend në luftë. Si mund të cënohet Shqipëria apo edhe populli ynë? Lufta hibride të vret emocionet, të forcon panikun, të vret shpresën, të rrit mosbesimin. Dhe Shqipëria ka një terren të përshtatshëm edhe për këtë lloj dezinformimi dhe propagande që vjen nga jashtë. Inteligjenca artificiale zhdukja e vlerave që e kanë bazën në meritokraci, mosnjohja e historisë, por edhe jetës politike, po zhvillojnë analfabetizëm funksional dhe janë breza të tërë që rrezikojnë jo vetëm të jenë prej dezinformimit, por të mendojnë dhe të veprojnë mbi këto informacione, qëndrime dhe ide.